Ky është gabimi më i madh që bëjnë anvisat pasi lajnë rrobat në lavatriçe. Sipas ekspertëve, një gabim që bëjnë shumë njerëz para se t'i thajnë rrobat mund të ndikojë në shëndetin e tyre. Nëse i lini rrobat tuaja në makinën larëse për më shumë se 30 minuta pasi të ketë mbaruar ciklin larjes, ato mund të bëhen një terren pjellorie për mikrobet. Një nga pjesët më të rëndësishme të mbajtjes së pastër dhe të rregullt të shtëpisë së huaj është larja e rrobave rregullisht. Megjithatë, rrobat e lagura të mbetura në lavatriçe bëjnë që mikrobet të rriten, ka cituar Terry Fisher për The Mirror. Ai kujtoi se një studim i fundit tregoi se më shumë se 340 lloje të bakterieve gjenden në 30 artikuj që përdoren çdo ditë në familje. Sigurisht, jo të gjitha bakteret janë të dëmshme për shëndetin, por disa prej tyre mund të shkaktojnë salmonelë dhe Escherichia coli. Ndaj eksperti këshillon se asnjëherë mos i lini rrobat e lara në lavatriçe për mbi 30 minuta pasi mund të keni efekte negative.